Baden që shtu do përbërja kabinetit qeveritar, ka qenë shumë diskutabile kur zoti Kurti ka prezentu listën para se të shkojmë në zgjedhjet dhjetorit, tash që shpëdo këtë dhe qëfar premtojnë këta ministra? Po që kjo zgjerim i kabinetit qeveritar është bërë për mënoj në dy arsye. Para është që veç me akomodu njerëzit edhe të ti, po edhe në qoftë se bëhet një koalicion tjetër, arrit një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, atëherë nëse duhet të hyj në koalicion qeverisës, me pas, si me thonë, hapësirë se ku me akomodu. Këtu për shumë është mira e që nda disa ministri, të cilat kanë qenë për një me këtë të bashkëdyzuara, edhe po unë menoj që një ministri tjetër që ishtë dasht me kanë e që është shumë gabimisht, menoj që hala është çështja e Ministrisë së Integrimeve Evropiane, gjitha e kanë, unë së di pse e ka heqë, ka bo një departament në kuadër të Ministrisë Punëve të Jashtme, a tregtia ka qita, po? Po, do të thonë është absurde për mendim të amin kjo. Ministrinë e Diasporës e ka që në Ministri të Jashtme po ashtu edhe atë, që unë menoj që nuk do duhet të ishte. Ta emrat që i ka bo këtu, unë menoj që... A të ka me falsuna emrat? Premton as të një, ku me ditë qka... Pse pëtu, për shembull zoti Konjufca... Po, Glauku... është figurë këgja interesante. Se di, Glauku është ma shumë është i marum, nështë për kuvent, aty, se jo për ministrë, nuk e di, është... është këgjë i pranueshëm të krejtëve. Në ministri du të me qenë një farë menagjeri. Konjufca është i filozof që menoj që du të me kanë menagjer në ministri. Ministria nuk i ka donë shumë punë. Edhe donë këgja vizionë, sidomos Ministria Punëve të Jashtme ka shumë staf, është çështja e diplomatëve, është... Unë menoj që ka me pas jashtëzakonisht sfidë edhe Konjufca këtë, se nuk... Unë e kumë pa edhe shumë si pjesë të kuvendit edhe menaxhim të kuvendit. Ka qenë unifikus brenda kuvendit. Ka qenë unifikus. Do të thonë roli i aty unë menoj që është shumë më i mirë edhe do ta shohim performancën e tij si ti. Për këta tjerë, unë shoh Mimoza Kusari, Lilas, Falpos. Mimoza, edhe pse ka ndryshuar shumë parti. Na di atë problematikat që ka pas ato për plasje, që dini me ato vendimet për ndalimin e cementos me Shqipërinë, me ato bllokadat që i pa të bëjë, domethënë 100.000 gjëra, unë nuk mendoj që Arben Vitia u zdi pse ka shkuar aty dhe ka vazhdu, gjendja në sistemin qendror është alarmante, është shumë e keqe, s'ka bosen, do renovime i shumë që ato që bëhen, unë i shoh për çdo ditë njerëz duke anku për çështjet kushtet në QG, s'ka specializant të mjaftueshëm, s'ka që shtohet. S'është asgjë që t'ja u bën një sallë të mirë, po është shkurt. Dje, po kështu s'është diçka, po një infuzion për vete e mora. Jo, ka diçka valla. Për ju tregu njerëzve kështu një realitet. 12 euro e gjys bleva, domethënë mungesa të... Për muke, meta i shokum. E mora listën, minus. Edhe shkova mbarnatore për një infuzion, i bleva 12 euro e gjys. Që janë elementare. Që janë gjona elementare. Para vetës infuzionit, se s'ki nevoj kur gjë tjetër. Republikës Kosovës mujnë me përballu, nëse i kanë një 3-4 infuzionit. Po jo, po paramendoje në ato që... Edhe 12 euro e gjys. Jo, po paramendoje në onkologi ku kushtojnë bornat shumë. Paramendoje ka listë pritjes aktualisht ku në 2017-18 nuk ka pas në kardiologji për shembull, për stentime. I thot njerit pret se s'ka vend, do të pret deri vjerani, mos si ati nuk i pritet sepse njeriu ka mbyll çështje urgjente. Bele menoj që një prej temave kryesore që kish me dal skandal për gjithë gazetarët që merren me sektorin e shëndetësisë, kish me qenë vetëm i marr listat e pritjes në secilin departament. Është pa justifikueshme kjo, dhe pse do të më qenë një ministër me vazhdu prapë të tillë, domethënë nuk kam kurrë gjë kundër Arbenit, por është njëjtë plot s'po di tjetër. Dimal Basha që u bë ministër. Kanë gjetur atje, unë mendoj që e kanë marrë në qafë njërin. Pse? Po, s'është për Dimal Basha për atë, nuk besoj asaj vetë që ka desh me shku në administrim e udhëheq. Që do bëhet tja e kishe refuzu në ministrimë të ofrua? Po, pasha besën. Ka në Po, plot vëllojnë. Nuk ka njerë si ti për me i refuzu këto të mira e pushtetit. Do të me ditë ku po shkon edhe për çka po shkon. Apo do me shku
që të na, nëse ka ligj kur bëhet veprimet pa ligjshme me shku në burg, apo shka me shku në burg, kur si din, se ti kur si din, mund është me përfundu aty, apo shka me bo diçka të mirë. More, du të me shku në orë, du të me shku minister, sidomos në sektorët me rëndësi. Edhe që kanë buxhet ma shumë, se normal infrastruktura ka buxhet ma shumë, për shkak nevoja edhe shëndetësia, du të me shku, nëse flasin të infrastruktura, qysh dërgën njerëz që s'kan pikë përvojë në këtë sektor. Ku e din ai sa duhet për një magjistrat? U kon mesazh politik. Ja, po e di, kjo është kundër Liburlit. Mesazh politik. Dhe qysh, bile s'pëduas, pa lidhje me thonë, për s'pëduas me upku, për kësi farë manovra. Ja, duhet se ty që më interesojnë të manovrat. Qytetarit, besnik, që ta kena me pas minister. Qytetarit, nuk interesojnë manovrat politike. Po se nuk analizojnë me data Qytetarit, mu interesojnë. Duhet me po punën me interesu. Se ndryshe kesh llogari ndryshe. Qytetarit du të me interesu që ajtë s'du t'as me guxu. Po, pa i ka me vendos për rrugën tonë dhe temën, shpisë tonë. Po s'du të me interesu manovra e brendshme. Du të me interesu qysh guxon ka qlet me vendos. Po, adini pse ka do, të mesazhe edhe politike quhen zakonisht. Po, bre, po s'është serioze heq. Nuk hyn në analiza që është thella, bro, bre? Për qytetar, aja shethet e ka vendos aty. Hajde mani mesazhe politike interesant. Mos të nëni, që du të me thonë? Kabineti qeveritar. Nëni, kemi një qeveri po ashtë sa ka Republika Popullore e Kines. Pse? Me numra. 20 ministra i ka dhe Kina. Po cilën ministri e kisha hek, bezotin i mani? mani? Po s'kisha hek, s'po thom me hek. S'po thom me hek, po do këtë shumë. Qysh? Shikon, nëse ti thu ma here që mi 10 ministri, 12 ministri janë shumë, dhe i bën 20, pra ki probleme vetë vetër ose me mba mendjen tonë si kryeministër, shumë regull. Ato që duhet, mos me konë vetëm kritik, që duhet mu vlerësu, është sepse në qeverin kurtit kalume, që përka që me tonë dy, ka pas konflikt interesa mrënda ministrisë. Kemi pas ministrin punës sociale dhe financar që janë ndesh gjëna me tjetër, dhe ka bo mirë që ta që ka ndërtu një ministri, e ka rikëthy ministrin, e ka shtu pjesën e familjes dhe vlerat të luftës shlirimtare. Unë e di që dikuj i pengon që ka ministrin për vlerat të luftës shlirimtare, për lëti pengon kuj do, edhe servisi pengon. E ka bo një pun të mirë, Zoti Kurti, e ka bo një pun të jashtë zakonshme se së njeve askon të jo përmen, kur e ka fut edhe pjesën e turizmit, të kultura, është një ministri që unë dhe ka gjithë njërin adekuat, për mendimin, të më kom respekt shumë për zonën dhe rume, ka gjithë njërin adekuat për, si personalitet, si prezentim. Si menager nuk e di sa ka kapacitetit menazhimit, por me siguria aty tash do të organizojnë, që shme thonë, një përzgjedhje reale të këtune fusha, për shkak se jenë specifik. 2 ministri, qoftë Zoti Hoti, Andini, qoftë Zonja Bogojevci, janë figurat respektume të jo veç partijake. Atë me folë shumë drejt, janë figurat respektume nivellit nacional. Për shkak të, jo vetëm për shkak të dhimbjes, që kanë përjetu, dhe tragedive, po edhe për shkak të një prezentimi që kanë bo kudo që ka thonë mundësia. Ajo që është e vërtit absurditet, është Ministria e Tregtis, Industris dhe Integrimeve Evropiane. E veta ma heret cilat vendi kanë këto ministri, aktualisht në busë së ka asë një. Ani pëse zbën me kona atë parë? Gjithmonë egzistan hera parë. Shumë mirë dhe është një mirë që kemi një ministre që ma shumë ko ka kalu sa o konë ministre për prokuroria gjykatë, po me nësia dhe ka që një forë